Asë vlo e motër me posë. Kur kapët duke keq përdor venin e kom burg. Tregova me çka jam të morë, s'kom rri me po këtë, për shkak se për mu ka rëndësisht të projekte në loja, një mull me menaxherët të projekteve ka 5-6 orë në asgjot takimi për me trajtu se cilën lot, se unë jam interesu me ditë ku janë këtë problemet, me dollë terenin me po, në bosë asoj kam i morë vendimet edhe me hecë për para. Ku mujna me shty për para, ku s'mujna du me ndërprej edhe me pozive. A e ndërprejnë këtë kontrat? Tash për të tregoj. Unë nuk unë posë ku me umonë me këtë ta. Unë këtë çka kuptova është që marrëveshjen e koncesionit vitit 2010 është bo një marrëveshje ku kompania Limak, që është bashkaksionar të aeroporti, e ban marrëveshjen për furnizim me kerozin. Kjo, du me theksu, që nuk du me konfordo marrëveshje ndesh me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Kushtetuta jo në ndalon monopolin. Por, pa dosh me paragjyku rostin komplet, une kam kërku takim me drejtorin, do të ulemi me të, për me usiguru që të ketë trajtim të barabart të polve, ku lejohet konkurencë, ose konkurenca e lirë, që bashkëdyzon pro me tregun e lirë, që është në secilën demokraci. Prandaj, veç për ta jap si premtim, që ka me trajtu rostin, ka me taku drejtorin, edhe du të me diskutu për furnizus shtesë që mos me posë monopol as të aeroporti, e as mos me pagu aeroplan, këtë rast aviokompanit, çmimi më të lartë, se kjo tani na përkthehet në bileta dhe në shpenzime shtesë për bashkëdhënëtarët tonë, por edhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Për qytetarët e Republikës Kosovës dhe normalisht, në rast se e he këtë detyrim, më pas ka mundësi me u hap linja të reja, për shkak se shpeshher ka qenë çmimi i kerozinës pengesë. Për shkak të çmimeve jo konkurruese. Po pajtohemi të dytë. Do nuk kemi asnjë dallim të vetëm. Zotëri Ministër, për mu është e shumë e rëndësishme është që to 10 cent që po vjedhen, sepse kontrata e parashet 2 cent, në ndërkohë aeroporti të i marë 12 cent për litër të kerozinës, dhe e dim sa litra i duen një aeroplani, normalisht që më pas krejt që kjo përkthehet në gjep të udhëtarëve që udhëtojnë nga aeroporti i Prishtinës. E që është interes timin as tonë. E unë po të siguroj që... A e ndërprejnë që kontratë në rast se e shë që është në shpërputhje? Unë nuk mu i më dhonë, stash, zotim për kur gjë. Unë kam bo analizën dhe diskutojnë a prapë. Vishë për të betohem, që nuk lo asni njeri me vjedh shtetin. Unë e kam një për ministrive që... A ka që të vjedhje? Se di se... Që 10 cent edhe 12 cent, po kjo përshijet e barë në zezë, kjo për thëtë po. Unë si jam ullë me drejtorin aviacionit, edhe me drejtorin e Limokut, edhe më ullë me isharu këtë, për me juristët. Unë ullë në dhe trajtoj. Visë për të zotohem, edhe para te, edhe pa këtë qytetarët të Republikës, nuk lejoj asni cent me u vjedhë kësë shteti. Thash, unë e kam një për ministrive që ko kontrota 100 milionëshe. Edhe kam e u mundu gjdo të ditë me zelin më të malë me i shërby kësoj Republike, për me ndalu abuzimet edhe keqpërdërimit se mjafto keqpërdorën këtë Republikë. Në jena veni ma i vorëfër në vend. Dëbetohem që... Në Evropë, në vend. Në falë, në Evropë, dhe shta me thonë. Ne jemi vendi ma i vorëfër në Evropë. Edhe du të me usiguru që fëmijët tonë me posnitarë me somat sigurt, edhe projekte që i ka njësë, ministria ime, po dhe këtë komplet ministra tjerë, me punu me zele me ndershmëri. Unë e menoj që do vishë du me punu shumë edhe me nderë. A ko mundësi që gabojna, nuk ko njerit pa gabu shumë këtë Republikë. Po të betohem që ka me punu shumë edhe me nderë, për me mujtë mi alidhë krytë gjitha projekteve që i ko, përfshi edhe këtë problemi këtu, që du të me bo një analizë bashkë me stofin edhe me takime me ta. Është një prej donatorëve të televizjes Vetëvendosi. O, nuk ku më intereson më respe kuptan. Asë vlo e motër me posë. Kur kapët duke keq përdor venin e kom burg. Unë për të kalëzoj që zotimi jam është, a për kupton që unë e vetë po punoj ndershëm, s'po du kërkush tjetër me punu ndryshe. Edhe kam obligime të jashtëzakonshme, po kam mundu me punu me zell. Atë detyrë që ma ka vonë kryeministri Kurti, që ma ka besu, zotohem që ka me bo me zellin më të madhë. Edhe pra po të thamë, kjo është një për problemeve. Problemet i kam në për projekte që kanë vetë në gjyst. Edhe aty më duhet mbështetja edhe e medjave, edhe këtë qytetarët të Republikës, për me ishty për shkak se operatorët ekonomikë do morë cash për i neve, edhe s'po kryjnë punimet. Tasht, aty do të më siguru me stofin tim që edhe hecin projektet, edhe mbrohet buxheti kuleta jonë që kemi përbashkë.